Edhe pse nga ndërmarrja publike komunale bëhet e ditur se grumbullimi i mbeturinave realizohet edhe në vendbanimet rurale të komunës së Kërçovës dhe drejtori Bojan Stojkovski pranon se dinamika e pastrimit nuk është e kënaqshme në të gjitha zonat. Sipas tij, gjatë 20 ditëve të para të mandatit është konstatuar grumbullimi i madh i mbeturinave në shumë fshatra dhe zona periferike, çka dëshmon për probleme serioze në funksionimin e sistemit. Nga ndërmarrja njoftojnë se tashmë po bëhen korrigjime në oraret e organizimit të punës, me qëllim përmirësimin gradual të rregullores së shërbimit. Megjithatë, mbetet e paqartë se kur qytetarët e zonave rurale do ta ngjejnë realisht ndryshimin e paralajmëruar. Sa i përket menaxhimit të parkingjeve, drejtori Stojkovski thekson se mungesa e hapësirave, sidomos në qendrën e qytetit, është problem i njohur, ndërsa aktualisht fokusi është vendosur në organizimin dhe kontrollin e parkingjeve ekzistuese. Zgjidhje konkrete për zgjerimin e kapaciteteve për momentin nuk ka, pasi sipas tij kjo kërkon koordinim me komunën dhe mjete financiare shtesë.